Drita vërbuese. Një mëngjes vere, në një qiell të kaltër të tejdukshëm dhe një diell që e përvolonte me rrezet e tij. Albioni ndjeu ngrohtësinë e ditës duke ju përzier me mendimet e thella për krijimin. Ai kujtoi historinë e profetit që kishte kërkuar të shihte Zotin. Ati i u tha: "Shiko atë mal të lartë." Profeti ngriti syt dhe vështroi drejt malit. Një dritë e fuqishme shpërtheu mbi të, aq e fortë sa që fillimisht i u vërbuan syt. Pastaj trupi i tij nuk e përballoi më dhe u rrëzua pa ndjenja. Kur u përmend, me dridhje në zë dhe me zemër që i rrihte si daull e lufte, tha: "Më fal, o Zot, sytë e mi që kanë tepër të dobët për të parë qoftë edhe një shenjë të vogël të madhështisë sate. E lëre më të shoh ty." Albioni, psherëtiu thellë dhe i mbërthyer nga ky mendim, provoi ta shikonte diellin. Por sa po ngriti kokën, rrezet i atherrën syt dhe e detyruan t'i mbyllte menjëherë. Një drithërim i u përshkroi trupin. Unë nuk mund ta shikoj dot as diellin, e si mund ta shoh krijuesin e tij, mendoi me vete. Një kurreshtje e pashpjegueshme e bëri të meditoj më tej. Sikur rrezet e diellit të ishin më të forta apo më të dobëta se sa janë, çdo formë jete do të shuhej. Sikur toka të ishte edhe pak më afër apo më larg nga dielli, asgjë nuk do të ekzistonte. Ai që rregulloi gjithçka në këtë përpjesësim të përkryer, që caktoi distancën e saktë mes tokës dhe diellit, ai që lëviz trupat qiellor pa asnjë shtyllë mbështetëse, padyshim që mund të drejtoj dhe zbukuroj edhe të ardhmen time. Në atë qast, një puhizë e lehtë i ledhatoi fytyrën, sikur të ishte një shenjë qetësuese nga qielli. Albioni fshiu ballin, e djersitur dhe vazhdoi të thellohej në mendimet e tij. Si është e mundur që toka të vërtitet rreth boshtit të saj, me një shpejtësi marrëmendse, e të mos ndjejmë asgjë? Si qëndron pezull pa asnjë shtyllë, e megjithatë, njeriu e harron madhështinë e atij që rregulloi gjithçka me përsosmëri? Ai që drejton universin mund ta shndrojë edhe errësirën time në dritë, mund ta kthejë sëmundjen në shëndet, trishtimin në qetësi dhe varfrinë në begati. Një buzëqeshje e lehtë i përshkoi fytyrën. Ai ndjeu një paqe të thellë, si një dritë që lëshonte rrezet e saj në errësirat e shpirtit të tij, dhe me zë të ulët, si një lutje e fshehtë që i dilte nga thellësia e zemrës, pëshpëriti: "Nëse madhështia e Zotit është kaq e madhe në krijesat e tij, si mund ta paraftyrojmë atë vetë?"